Dhe këshilla e parë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dha Ebu Dharrit, i tha: o Ebu Dharr, duaj të varfërit, të gjorët, të shkretët edhe shoqëro me ta. Për shifni vëllahëzën, si kur me pas jetu sot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se na krejt kemi shoqëri, e krejt po dalëm, e po rrim, ama kush prej neve po del me një të shkret, me një të gjorë, me një të varfër, me një jetim. E dini vëllazni sa se vapet janë me dalë me qatë kategori. E dini që jetimit veç kokën me alshu prej ballit deri te qafa, një në non edhe në tjetër non, sa ka qimen kokën e tina ki shpërblim me se vape. E dini ata sa flëkt e shpeshta i kanë, aty në që ka në refleksion neve. Kur ja ke lëmu kokën jetimit së prami herë? Kur e ke vizitu një jetim së prami herë? Kur e ke ndihmu një jetimi së prami herë? Kur e ke sponsoru shkollimin e një jetimi? Kur e ke sponsoru udhtimin e jetimi me dal pak me ushëtit? Kur e ke sponsoru e një librari me libra dhe me thonë epi jetimave në vlerë për shalë 500 euro, 1.000 euro, 2.000 euro? Kur këtë e kur ato pyetje të shumë të mësilën vërdal mendjen time? E dikush lind rritet edhe vdeso dhe se din që ka pas jetima në familjen e tina apo në lagjen e tina, edhe nëse i ka pas, e din tash edhe sa arroganta, po Zoti ja ka marrë aty në babën. Aty ja ka marrë Zoti babën, e ty shejtani ta ka marrë menjen, që s'po din as me fol. Po Zoti ja ka marrë, ai kujdeset, po ti bën shkaktar. Ti bën shkaktar se ai ka marrë rritë dhe ka më bëj sukses shumë më mirë se ti, se une. Po ti bën shkaktar në rritjen e tina, apo në shkollimin e tina, apo në edukimin e tina, apo në integrimin e tina.